BDI ka qenë dhe mbetet qëllimi ynë, por fatkeqësisht ne jemi shteti i vetëm në Europë që nuk ka sfida të bazuara në arritje ose lloje të tjera kriteresh që vlen për vendet e tjera që janë bërë ose janë në proces të bërjes shtete anëtare. Kështu është shprehur kryeministri Kristian Mickoski në samitin Maqedonia 2025. Për ne, theksoi ai, ato kritere janë të një natyre krejt tjetër. Strategjia jonë ishte të dilnim në terren dhe të paraqisnim argumentet tona. Ky është mjeti demokratik që kemi në dispozicion, nuk kemi tjetër. Ne jemi një nga popujt dhe shtetet më të vogla në Evropë dhe kjo është e vetmja mënyrë. Kjo do të thotë që duhet të jemi 2-3 herë më të mirë se sa të gjithë të tjerët nëse duam të tingëllojmë logjikshëm dhe të kuptohemi nga të tjerët dhe duhet të mosëm të fitojmë në Washington, Bruxelles, Berlin, Paris dhe Rom. Drejtoresha ekzekutive e Maqedonia 2025 Nikisa Mojsoska Blazheski theksoi se problemi më i madh në vendin tonë është korrupsioni. Biznesmenët, tha ajo, edhe më tej perceptohen si përfitues dhe jo si kreator të vendeve të punës. Ka progres në Maqedoni, por vendet tjera rriten më shpejt se ne. Duam ekonomi të tregut, por kërkojmë ndërhyrje në shtetit. Të punësuarit kërkojmë paga më të larta, por nuk flasim për përmirësimin e aftësive të tyre. Është lehtë të akuzosh fqinjet, qeverinë, por të gjithë kontribojmë në atë se sa prosperon shteti. Kryeministri shtoi se vizioni i Maqedonisë 2025 është zero tolerancë për korrupsionin për ekonominë e vendit, 5% rritje ekonomike vjetore, qasje deri te BE-ja dhe administratë publike efikase.